Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Vanessa fal Indrin jashtë fermës. Çifti i ri bashkohet. Rrugtimi i Indrit në fermë përfundoi në prajmin e fundit pasi aktori nuk arriti të sigurojë mbështetjen e publikut për të vazhduar më tej në garë. Menjëherë pas largimit ai ka folur për eksperiencën e tij në reality show, duke bërë edhe disa reflektime për momentet më të komentuara të qëndrimit në fermë. Indri u shpreh se eliminimin e ka pritur me qetësi, duke lënë të kuptohet se kishte arritur në një pikë lodhje. U ezaurova komplet, tha ai duke shtuar se nuk e përjetoi me keqardhje fundin e aventurës së tij në program. Aktori komentoi dhe raportin me Klevisën duke pranuar se ka reflektuar mbi disa prej veprimeve dhe deklaratave të tij. Jam penduar që i kam shprehur pëlqimin Klevisës. Nëse do kisha mundësi ta ktheja mbrapsht nuk do e bëja. U shpreh ai ndërsa shtoi se gjithçka kishte ardhur si pasojë e një momenti dobësie. Një tjetër temë që ngjalli interes ishte raporti me Vanessën. I pyetur nëse do të kishte mundësi për një rikthim mes tyre, ai e la të hapur mundësinë dhe u tregua i prerë duke thënë që ka dëshirë ta takojë Vanessën dhe të flasë. Gjatë intervistës ai hodhi poshtë edhe pretendimet se marrëdhëniet e krijuara në fermë kanë qenë pjesë e një strategjie loje.